Ore, do kalëm në Mysym Shyrin e? Po. Jo në Mysym Shyrin. Ape që këtë, dhe që këtë anin unë? Aty dhe. Jo në Mysym Shyrin, pra. Se, vla. Më të meroj miri di. Më tha do të zhduk. Miri më kërcenoj di, më tha do të zhduk, tani. Shiko. Se nuk dua, jo të shajet të bej, vetëm për atë, për respektin, për... Aty miku truri gjanëm, po... Shiko. Unë me 3 kam biku. Po jo. Po dëgjo. Që kur doli nga shtëpia, që bëm atë si parti aty brenda, në korridoret, me erdhi ma trektovi gishtin në një mënyrë që nuk më pëlqevi fare, po prap unë e tolerova, se isha ka i ta kasonja në kisht. Qarë kejta shumë? E më thonë ma qarë, të nesme vatëm në plaza, bëm atë që u bëhe gjitha, jo? Si parti, si... Edhe duke kënduar aty më tha mua, meshe me mua, edhe dhe ti dole vetë ishte të bënim ne ku di unë, këton ti. Dhe dije, kishim post Big Brother, dhe ndoshta kish netur aty sa ynë për në skenë, kish zënë prit aty. Dhe ishte edhe Arber Ajtari edhe Monika. Dhe më të mërëm të cigaren. Edhe më thot mua prap se e kishte atë, ndoshta kishte ta fillon të atë. Po ti, fillovi avazin që pse mbështet e Selinën, ti dhe se duhet të çmendesh, kupton ti. Pavarësisht tash çfarë ke mordian? Po jo ti tha se që dy më të mirët ose se mbaj mend tani për Stinën dhe për këtë që thashun. Po pa lidhje, dhe i tha Arprit, po që fillimi, tha mo. Edhe Arprit tha, patër që fillimi, standën e Tilini ishte 5 ditë. Që fillimi, që prajmi dytë dhe këtë ti the miri, dhe tani i kotë, do më pa lidhje fare, do më në këton ti. Tani ti, jo, i tha, edhe i tha Arprit, i liri ka qenë, në mendimet e ti, tha, ka qenë konstant. Do më nëzirë ma mua në një që kam thënë unë e merë miri, jo, po unë kam thënë i liri, kotë se qarë më theshte. Edhe ashtë dëgjo mordjallë, unë që kur dola, sa dola nga biku, që të nesme piva kafe me një biznesmen, edhe më tha, do të vetoj Seline, më the tash, kupton ti? Ja këto mua betet si qanë, mua betet e kafene dhe njerën tjetër. Plus që ajo 23 vjeqare, e për balovi e berit punë edhe e mendova ore Selini. Ky tani